Spartakiada e lojrave tradicionale riktheu në Korçë lojrat e fëmirisë dikurshme, duke mbledhur 10 fëmijë në një ditë të mbushur me gara dhe argëtim. Aktiviteti organizuar nga Këshilli i Qarkut Korçë u zhvillua në kuadër të programit Punishtja e Fëmirisë dhe synoi njohjen e brezit të ri me lojrat tradicionale dhe vlerat që ato përcjellin. Ne donim që t'i njihnin fëmijët tanë me lojrat që ne prindët e tyre kemi patur dikur para viteve 90, të cilat ishin lodra kreative dhe të bëra me mjete rrethanore për vërtetës. Besoj që fëmijët sot kanë kuptuar diçka që gjëja sa më thjeshtë është aq më e bukur është. Dhe kuptojnë se çdo të thotë të rish me njëri tjetrin, shoqërizohesh dhe kjo është gjë më e rëndësishme që këto aktivitete synojnë. Spartakiada solli lojra që kanë shoqëruar fëmijërinë e shumë brezave, duke krijuar një urë lidhse mes traditës dhe fëmijëve të sotëm. Kjo ishte një eksperiencë vërtet shumë e bukur dhe shumë e domosdoshme. Është e nevojshme që fëmijët të lënë celularët, telefonin, të krijojnë më shumë duke aktivizuar me njëri tjetrin. Se kjo është bukuria, ta krijojnë vetë fëmia, jo ta gjejnë të gatshme në dyqane. Fëmijët ndërtuan vetë lodrat dhe mjetet që përdorën gjatë aktivitetit, duke u njohur me mënyrat tradicionale të argëtimit të brezave të mëparshëm. Më pas ata morën pjesë në gara dhe lojra të ndryshme. Ne gjatë punishtes kemi bërë qerkën, qilim, fush futbolli, pra kemi bërë shumë gjëra dhe jemi kënaqur shumë dhe më kam pëlqyer. Unë kam ndërtuar jashtë punishtes, balona, qerka, fusha futbolli dhe shumë të tjera dhe jam kënaqur shumë. Në punishte kemi ndërtuar qerka me kuzhinita, kemi bërë qilima, kemi bërë futboll dhe shumë gjëra të tjera. Mua më ka pëlqyer shumë kjo eksperiencë. Në punishte kemi ndërtuar qerka, kemi ndërtuar fush futbolli me dru dhe kemi ndërtuar një fugë që e lidhen dhe rrotullohet e duhet ta kapësh. Ne kemi mësuar shumë gjëra nga familja e prindërve tonë dhe jam shumë i kënaqur që ta bëj këtë vitin tjetër. Spartakiada shënoi një nga aktivitetet përmbyllëse të programit Punishtja e Fëmirisë, i cili gjatë zhvillimit të tij ka promovuar kreativitetin, lojën dhe njohjen me element të trashëgimisë kulturore.